Në redaksinë e televizionit Gura sot u denoncua një rast sa tragjik, aq më shumë komik, në të cilin bëhej fjalë për kurorëzim të një personi të vdekur 3 muaj pas vdekjes së tij. Fenomenet qesharake të institucioneve shtetërore duket se nuk kanë fund. Së fundmi, një qytetar i Kërqovës në redaksinë e televizionit Gura denoncoi një rast tragjiko-komik, i cili flet për neglizhencën dhe mospërgjegjësinë e institucioneve shtetërore. Në fakt bëhet fjalë për një dokument të lëshuar nga shërbimi i ofiçarisë Zyrkjo, e cila merret me lëshimin e dokumenteve si certifikata lindje, certifikata martese e tjerë. Jemi të bindur se gabimet janë të mundshme dhe të tolerueshme në disa raste, por ama një rast i këtill, realisht është krejtësisht i pakuptimt dhe tragjik. Për rastin në fjalë, personit i është dhënë certifikat zyrtare kurorëzimi, ku në të njëjtën është lëshuar certifikata e kurorëzimit më 25 gusht 2015, ndërsa shkruan se kurorëzimi është bërë më 2 nëntor 2015. Kjo që i bie se personi i vdekur është kurorëzuar 3 muaj pas vdekjes së tij. E gjithë kjo, sipas shërbimit të ofiçarisë së Kërqovës. Qëllimi i këtij denoncimi tragjiko-komik në televizion është gjithmonë në shërbim të përmirësimit të gabimeve të këtilla, të cilat ndonjëherë pa dashur ose pa ditur kalojnë kufin shtetëror. E më pastaj, institucionet tona vërtet dalin qesharake dhe bëhen subjekt shakaje, duke mos llogaritur këtu shpenzimet e dyfishta të qytetarëve për një gabim të papërgjegjshëm të administratorëve. Për hir të opinionit, ju njoftojmë se punonjësi administrativ i cili ka përgatitur këtë dokument tragjiko-komik nuk është shqiptar.